kuptojmë që njeri aktiv, njeri që është aktiv, njeri i cili është punëtor, njeri i cili është optimist, janë pikërisht ato njerëz që janë të kap me mëngjesin. Janë pikërisht ato njerëz të cilët ngrehen mëngjes, e falin sabahun dhe fillojnë aktivitetin e vet ditor. Dhe po të shikosh për shembull, personi i cili ngrehet në 10, 12 ditës, do shikosh ai është i çorientuar. Do thonë nuk e din nga t'ja nisi punët nga fillimi. Do thonë nuk di çka të bëj përpara. Pse? Sepse koha e bereqetit i ka kalu. Koha e mëngjesit i ka kalu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمل الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة. Me emrin e Allahut, mëshiruesit mëshirësit, paqja mëshira e Allahut qoftë mbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Paqja mëshira e Allahut qoftë mbi ato njerëz që pasojnë udhën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Vazhdojmë temën e radhës inshallah me lejen e Allahut xhella xhelalu. Inshallah sot do flasim për të mirat ose veçoritë, quajsi dush ose të fshetat e namazit të sabahut ose namazit të mëngjesit. Dim që Allahu subhanahu xhella xhelalu na ka obliguar me 5 kohë namaz, që janë të obligueshme me argument për Kur'anit dhe Sunetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Keni shumë ajete kuranore që Rabbul Alamin na drejtohet, si drejtohet besimtarve, aqimus salata wa atuz zakata, faleni namazin, jepeni zakatin. Dhe çdo kohë namaz, çdo namaz në veti ka shpërblimin, ka të veçorinë që vetëm i madhi Zot xhelle xhelalu shpërblen ashtu siç din Allah azza wa xal. Mirë, po sot inshallah sonde do veçojmë për sa i përket namazit të sabahut. Un jam e sigurt që shumica për ju ose gjitha që sa jeni këtu, e di që dini të mirat e namazit të mëngjesit ose të sabahut. Megjithatë, ne i bëjmë një përkujtim, i bëjmë fillim e përkujtoj vetin tim pastaj edhe juve, sepse Allah azza wa xal thotë fe inna dhikra tanfa'ul mu'minin, përkujtimi është i dobishëm për besimtarët. Kështu që nëse janë gjëra që i dini, është një përkujtim dhe përkujtimi është për besimtarët, thotë Allahu subhanahu xhelalu. Nëse janë gjëra që hera parë që i ngjoni ose i mësoni, është një mësim inshallah që Zoti ju shpërblen me të mirat e tij. Fillojmë inshallah për sa i përket të mirat ose të fshetat e namazit të mëngjesit ose namazit të sabahut. Namazi i sabahut dihet që ka 2 rekate, janë 2 rekate namaz, ka 2 sunete përpara dhe pastaj janë farze, 2 farz mbas. Unë do i përmend inshallah me lejen e Allahut azza wa xal të mirat e namazit të sabahut. E mira parë thot profeti alayhi salatu wassalam në një hadith: "Men salla subh fa huwa fi dhimmatillah." Kush e fal sabahun, namazin e sabahut, ai është nën mbrojtjen e Allahut subhanahu xhela. Pra, e mira numër 1 e faljes së namazit të sabahut është që personi i cili ngrehet dhe fal namazin e sabahut, ai është nën mbrojtjen e Allahut subhanahu xhelalu. Imam Kurtubi në tefsirin e tij, domethënë kur e ka komentuar këtë ajet kuranor, ka thënë, midis fjalëve, midis komenteve që ka bërë, ka thënë, mirë ai i cili e dëmton një njeri i cili e ka fal namazin e mëngjesit, namazin e sabahut. Pse? Sepse ajo është në mbrojtjen e Allahut subhanahu xhelalu. Pra, kemi të kujdesshëm që mos t'i dëmtojmë. Normal që muslimani nuk do të dëmtoj kërkën, as me dorën e tij, as me gojën e tij, kushdo qoftë ai njeri, ne nuk duhet dëmtojmë kërkën, as me gojë, as me dorë, sepse këto janë porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këto janë porositë, këto janë mesazhet e fesë tonë, e islamit tonë. Megjithatë, sidomos për shembull ato njerëz të cilët e falin namazin e mëngjesit, ato janë në mbrojtjen e Allahut subhanahu xhelalu dhe nuk guxon dikush ti nënshtroj ose ti ngacmoj ose ti bëj dëm. Pse?
sepse ai është në mbrojtjen e Allahut subhane xhelle xhelalu dhe njeriu i cili është në mbrojtjen e Allahut azza wa xhel, imagjino ti je në mbrojtjen e Zotit dhe subhanallahu Allah azza wa xhel është ai që të mbron ty. Do të thënë, e mira parë e namazit të sabahut është që ai personi i cili, njeriu i cili e fal namazin e sabahut është në mbrojtjen e Allahut subhane xhelle xhelalu. Prandaj të kemi kujdes. Të kemi kujdes të i dëmtojmë me dorën tonë ose me gojën tonë ato njerëz të cilët janë që e falin namazin rregullisht, e falin namazin e sabahut dhe ato njerëz janë në mbrojtjen e Allahut subhane xhelle xhelalu. Kjo ishte e para. E dyta, e mira dytë e namazit të sabahut ka hadithe tjera të profetit alayhi salam. A dini se namazi i sabahit është më i mirë se dynjaja dhe çka ka dynjaja në të. Është më e vlefshme te Zoti i Madh xhelle xhelalu namazi i sabahut, është më e vlefshme dhe është më e mirë sa dynjaja dhe çka ka dynjaja në të. Mbas hadithit thënies profetit alayhi salatu wasalam, rakatein fajr ose subh, 2 rekate namazit të mëngjesit, khairun min ad-dunya wa ma fiha, është më e mirë se dynjaja dhe çka ka dynjaja në të, mbas hadithit thënies profetit alayhi salatu wasalam. Imagjino domethënë subhanallahu 2 rekate namaz, 2 rekate namaz që ti i fal të mëngjesit, te Allahu subhane xhelle xhelalu janë më të vlefshme se dynjaja dhe çka ka dynjaja në të. Imagjinoni çka ka dynjaja në të. Krit pasuria që ka dynjaja, krit të mirat e dynjas nuk mund barazohen me 2 rekate namaz të mëngjesit. Kjo ishte e mira tjetër e namazit të sabahut. E mira tjetër e namazit të sabahut është pikërisht edhe ajo që ka hadith profetit alayhi salatu wasalam, ka transmetime që është një thënie e profetit alayhi salatu wasalam, i cili thotë burika li ummeti fi bukuriha, ju ka dhënë bereqet ummetit tim në mëngjes, në sabah. Do të thonë njeriu i cili ngrehet e fal mëngjesin, e fal sabahun, bashkë me atë që me mirësitë të madhit Zot, e merr mbrojtjen e të madhit Zot, dhe është më e vlefshme se çka ka dynjaja, plus Allahu subhane xhelle xhelalu, atij njeriu i cili ngrehet e fal mëngjesin, e fal sabahun, atij njeriu Allah azza wa xhel do t'i japi bereqet në riskun e vet. Domethënë Rabbul Alamin xhelle xhelalu, atij personi i cili ngrehet mëngjes, e fal namazin e sabahut, atij personi Allahu subhane xhelle xhelalu do t'i japi bereqet në riskun e vet. Se kemi përmend disa ligjërata që themi thamë që çdo kush e ka riskun të Allahu subhane xhelle xhelalu, çdo krijesë ka riskun të Allahu. Risku nga bereqeti ndryshon. Çdo kush ka risk, ama jo çdo kush ka bereqet. Çdo kush ka risk, ama jo çdo kush ka bereqet në riskun e tij. Dhe profeti alayhi salatu wasalam na ka thënë në hadith të burik e li ummeti fi bukuriha, ummetit tim ju ka dhënë bereqeti në mëngjes. Ummetit tim, popullit tim, ju ka dhënë bereqeti në mëngjes. Do të thonë, bereqeti muslimanit, shiko, bereqeti nuk është vetëm te pasuria, se dikush kujton se bereqeti është vetëm në pasuri. Vetëm atë që kemi në banka, vetëm atë që kemi në xhep, vetëm atë që kemi në kulet. Nuk është kjo, vetëm kjo është një prej atyre. Bereqet është edhe në shëndetin tënd. Bereqet është edhe në kohën tënde. Bereqet është në punën tënde. Bereqet jep bereqet në aktivitetin tënd. Bereqet të fëmijët e tuaj. Më thonë, po të shikoni subhanallahu, vetë kemi provu dhe e provojmë inshallah. Dhe gjithë ato që e kam provu, puna e mëngjesit, kur ngrehesh mëngjes e fal sabahun, nuk flen më. Ngrehesh mëngjes dhe fillon me punët e tuaja të përditshme. E ke bëj ibadetin, mi po fillon me punët e tuaja të përditshme, dikush është amvisë në shtëpi, dikush ka punë për jashtë, dikush dhe shikosh që ke bereqet atë ditë. Pikërisht mbas hadithit profetit alayhi salatu wasalam, bereqeti i këtij ummeti është pikërisht në mëngjes dhe fillon me namazin e sabahut. Profeti alayhi salatu wasalam, kur e ka pat bijën vet Fatima radiallahu anha, e cila ka qenë mbështetur në kohën e sabahut, e ka fal sabahut mi pa mbështet, dhe i ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, o bija ime ngrehu, merre bereqetin e Zotit. O bija ime ngrehu dhe merre riskun Allahut subhane xhelle xhelalu. Pra mbas hadithit profeti alayhi salatu wasalam, kuptojmë që njeri aktiv, njeri që është aktiv, njeri i cili është punëtor, njeri i cili është optimist, janë pikërisht ato njerëz që janë të kap me mëngjesin,
Janë pikërisht ato njerëz të cilët ngrehen mëngjes, e falin sabahun dhe fillojnë aktivitetin e vet ditor. Dhe po të shikosh për shembull, personi i cili ngrehet në 10, 12 ditës, do shikosh ai është i çorientuar. Do thonë nuk e din nga t'ja nisi punët nga fillimi. Do thonë nuk di çka të bëj përpara. Pse? Sepse koha e bereqetit i ka kalu. Koha e mëngjesit i ka kalu. Pra, një prej të mirave të namazit të sabahut është pikërisht që namazi i sabahut është namazi i cilit ne kemi kohën e bereqetit, kohën pra, siç e ka përmend profeti alayhi salatu wasalam në hadith. E bjera tjetër namazit të sabahut kush është? Namazin e sabahut dëshmojnë me laqet. Njerëzit të cilët e falin namazin e sabahut, për ato njerëz do dëshmojnë me laqet. Inna Qur'an al-Fajri kana al-mashhuda, thot Allah azza wa jalla në ajetin kuranor, inna al-Qur'an al-Fajri kana al-mashhuda. Vërtet, Qur'an al-Fajr këtu e kanë komentuar dietarët namazi i sabahut. Namazi i sabahut thot Allahu subhanahu jalla jalalu është do dëshmojnë me laqet. Do të njeriu i cili ngrehet dhe falë namazin për atë person do dëshmojnë me laqet me lejen e Allahut subhanahu jalla jalalu. Po të shikosh edhe nga aspekti tjetër, për shembull, ezani i sabahut, ezani kur thret hoxha ezanin e sabahut ndryshon prej ezanave të tjera. Për shembull, për kohëve të tjera, prej drekës, ishindis, akşamit, yatsis, ndryshon. Nga cilla ndryshon? Po ta shikojmë me vëmendje dhe ta ndëgjojmë me vëmendje dhe unë jam e sigurt që secili prej jush e din që shtohet në thirrjen e ezanit thuhet es-salatu khairun min an-nawm. Namazi është më i mirë se gjumi. Namazi është më i mirë se gjumi. Nga të gjitha aspektet namazi i sabahut është më i mirë se gjumi. Fiton sevapet Allahut subhanahu xhelle xhelalu, fiton mirësitë Allahut subhanahu xhelle xhelalu, fiton bereqetin Allahut subhanahu xhelle xhelalu, fiton mirësitë e mëdha që Allah azza wa xhel ka përgatitur dhe jep besimtarit, plus asaj edhe nga ana shëndetësore kanë vërtetuar, nga ana mjekësore, shëndetësore është vërtetuar që njeriu i cili ngrehet mëngjes, njeriu i cili ngrehet mëngjes, ai njeriu është më pak i rrezikuar prej infrakteve të ndryshme. Kjo është vërtetuar prej njerëzve që janë kompetent, prej mjekëve të cilët janë kompetent. Dhe kanë vërtetuar njerëzit të cilët ngrehen mëngjes dhe kanë aktivitet mëngjes, ato njerëz janë më pak, domethënë më pak janë më të mbrojtë ose kanë më pak sulmet ose infraktet ndryshme që Zoti na ruaj që mund t'i ndodhi njeriu. Pra, shikoni të mirat tjera që ka pra namazi ose ngritja mëngjes kur njeriu e fal namazin. Tjetër, thot profeti alayhi salatu wasalam një hadith tjetër thot kush e fal namazin e sabahit, thot kush e fal namazin e sabahit dhe shkon, sidomos për burrat që ke shumë po të shikosh, më vjen keq ta them këtë fjalë, ama ky është realiteti jon që ne po jetojmë. Ti shikosh xhamiat tona në kohën e sabahut, nuk ke shumë safa ose nuk ke shumë xhamatli, të cilët e falin namazin e sabahut me në xhami. Sidomos flas për burrat. Ta dinin se çka mirësie ka falja e namazit me xhamat dhe sidomos namazit sabahut. Ta dini se çka mirësie ka, kishin me shku jo me kam në xhami, po kishin me shku zvarr, duke u zvarrit në xhami. Aq mirësi dhe aq shpërblim kanë te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Është një hadith i profetit alayhi salatu wasalam i cili thot beshiri mashain, thot profeti alayhi salatu wasalam, përgëzoni ato të cilët ecin natën nëpër xhamia, dhe këtu flitet thot edhe namazin e sabahit, thot përgëzojnë ato njerëz me çka? Binur, thot min Allah yawm al-qiyama, Allah azza wa jall do t'i japi dritë ditën e kiametit atyre njerëzve të cilët shkojnë e falin namazin e sabahut me namazin e mëngjesit. Ato njerëz të cilët e falin namazin e mëngjesit, ato njerëz edhe i demoralizojnë shejtanin. Ato njerëz e demoralizojnë shejtanin, njerëzit të cilët ngrehen e falin sabahun, ngrehen edhe lexojnë Kur'an. Ato njerëz në atë kohë e demoralizojnë shejtanin. Pse të me demoralizojnë shejtanin? Sepse shejtani knaqet kur muslimani nuk ngrehet ta fali namazin e sabahut.
Knaqet. Kur them knaqet, ka transmetime, ka hadithet profetit alayhi salatu wasalam, i cili sallallahu alaihi wasallam një hadith thot, ato njerëz të cilët nuk e falin namazin e sabahut, shejtani çka e bën, urinon vesh. Ka transmetime të hadithet profetit alayhi salatu wasalam. Se dash do thot dikush, po si kush e ka pa shejtani qysh rrena më e madhe, hilja më e madhe që i ka bërë shejtani njerëzve, a dini kush është hilja më e madhe që shejtani ka bërë njerëzve, është që njerëzit ta mohojnë që ka shejtan. Kjo është hilja më e madhe që shejtani ka arrit te disa njerëz me ashti, në mendje dhe në veshin edhe në zemrën e tyre që nuk ka shejtan. Kjo është hilja më e madhe që ka bërë shejtani disa njerëzve. Pra, profeti alayhi sallam në këtë hadith tregon shumë qartë, njerëzit të cilët nuk e falin namazin e sabahut, në kohën e vet tot i urinon shejtanin vesh, ka hadithe transmetime. Do të thonë, këtu tregohet që shejtani krenohet dhe shejtani gëzohet kur njeri muslimani nuk e fal namazin e sabahut në kohën e vet. Pra, njeriu i cili, unë jam e vetëdijshme që ndoshta ka kalu një vak, kalon një sabah, dy sabah, më t'i kaloj muslimanit sabahat e shumta, Zoti na falt, Zoti na rujt, kjo është prej shenjave të munafiqllakut. Njeri i cili nuk e fal namazin e sabahut në kohën e vet me plot vetdije, me plot vetdije. Nuk po them unë për ato që nuk e kanë dëgjuar telefonin ose i ka dalë gjumi vonë, kanë arsye. Ne flasim për ato njerëz të cilët e ndigjojnë hoxhën shumë mirë, flas për ato njerëz që e ndigjojnë orën sahatin shumë mirë, që ka ra, zilja, dhe nuk ngrehen. Këto kanë përgjegjësi të Allahu subhanahu xhelle xhelalu, dhe nëse kjo ndodh shumë herë dhe dikujt i ndodh për herë, këto janë shenjat, sipas transmetimeve, këto janë shenjat e munafiqllakut ose dyftyrësisë së njeriut. Zoti na rujt, inshallah. Prandaj të kemi kujdes që jemi të obliguar të ruajmë çdo namaz. Hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Thot Allah azza wa jalla, ruajeni namazet. Kujdesuni për namazet. Dhe midis tyre dhe namazin e sabahut. Unë jam e vetëdijshme për këtë që secila prej nesh mundohet, ama sidomos kemi kujdes. Namazin e sabahut kur na hikin shumë mirësi, na hikin shumë bereqete, na hikin shumë të mira, na hik koha më e mirë, na hik vakti më i mirë, që Allahu subhanahu xhelle xhelalu e ka rezervu për besimtarin. Prandaj këto ishin disa të mira për sa i përket namazit të sabahut. Tash unë jam e vetëdijshme që ose her pas here na bën pyetje të tilla që mundohem ngrehem ta fali namazin e sabahut, ama nuk mundem. Dhe shikoj veten që në ora 8-9 mëngjesit ose 7 mëngjesit më ka dalë gjumi dhe haj vetin. Çka të bëj që të ngrehem ta fali namazin e sabahut në kohën e vet, sepse shumica e njerëzve vujnë nga ky aspekt, sidomos sot në këtë kohë që jemi tu jetu, vujnë për se nuk ngrehen dot në kohën e namazit të sabahut. Ose ke për atyre njerëzve që kemi ndëgju, që thot kam ne të pa gjumë gjithë natën dhe në kohën e sabahut nga zon gjumi. Dhe disa dhe unë jam e vetëdijshme që i ndodhen shpesh kjo gjë shumë njerëzve. Ndodhen shpesh, Zoti na rujt. Çka të bëhet thot që ta fal namazin e sabahut në kohën e vet? Unë kisha më dhënë disa këshilla, vetit tim edhe juve. Nëse vujmë nga aspekti që nuk mund të ngrehem ta fal namazin e sabahut në kohën e vet, unë e këshilloj vetin tim, pastaj edhe juve t'ju jap disa këshilla. Këshilla parë, mundohemi të flejmë me abdest. Këshilla parë, domethënë flejmë me abdest, flejmë domethënë duke e pastru trupin tonë. Këshilla dytë, kush është? Këshilla dytë, të bësh sa më shumë dhikr. Përmendesh Allahun subhanahu xhelle xhelalu. Ta përmendim të madhin Zot xhelle xhelalu në momentin që bim në gjumë, themi bismillah, ti bëjmë ato lutjet, ato thënjet që ne i dim, edhe ta mbyllim natën tonë me hajër, me mirësi. Pse? Ka transmetime, hadithe profetit alayhi salatu wasalam, që momentin që njeriu bjen, momentin që njeriu flen, përpara se me flet thot ka melaqe të cilët thon mbyllet ditën tënde me mirësi. Pastaj vjen shejtani dhe thot mbylle ditën tënde me haram.
Prandaj gjithmonë e kujtojmë atë thënien e bukur të asajt dietare të këtij ummeti, pavarësisht se shumë pak e njohin, e ka pas emrin Zeynep, flas për kohët e përparshme, ka thënë një thënie shumë të bukur e cila thot ahlel ibada alal makhada. Ibadeti më i mirë është kur i vej kokën në jestik. Pse? Sepse momenti që ti bjen me bismillah, momenti që ti e përmend Allahun xhelle xhelalu përpara se me ra në gjumë, për ty rrin me laqet, luten me laqet derisa të ngrehesh. Dhe nuk prandaj kur ti bjen me abdes, bjen me bismillah, e përmend Allahun subhane xhelle xhelalu, i ke me laqet afër teje dhe nuk ke shejtanin afër teje. Pra nuk lejohet, edhe kjo ndodh sot. Nuk mundesh ti asun ta falin sabahun kohën e vet, nëse un kam rënë gjumë me ato kufjet i kam vënë vesh me muzikat ndryshme ose me serialet ndryshme dhe mund ka zënë gjumi me atë serialin, me atë muzikën dhe hala unë flej dhe ato hala cicirojnë në veshin tim dhe nuk ka shanse që unë ngrehem ta fali mëngjesin kohën e vet. Nuk ka shanse që unë të ngrehem ta fali në këtë lloj mënyre, jo. Në këtë lloj mënyre më prit ta falësh mëngjesin kohën e vet. Nëse mbyll ditën në këtë lloj mënyre, nuk të siguroj që 90% nuk mund ngrehesh ta falësh sabahun kohën e vet. Pa abdes, pa e përmend Allahun subhane xhelle xhelalu, pa bë dhikr, pa ju lut Allahut azza wa xhel, ja Rabbi, kush prej nesh thot përpara se me ran gjumë, kush prej nesh thot ja Rabbi, ma bëjt mund të ngrehem ta fal namazin e mëngjesit në kohën e vet. Valla billa unë jam e sigurt, nëse bjen me abdes, nëse bjen me dhikr, ta përmendesh Allahun azza wa xhel, xhelle xhelalu, nëse i lutesh Zotit madh xhelle xhelalu, ti thush ja Rabbi, më bëj të ngrehem sinqerisht, duan sinqerisht, ngrehem ta fal namazin kohën e vet. Dhe nëse bjen herët, sepse ne flenë ora 1 natës, 12 natës, 3 natës, atëherë është shumë pak mundësi ka të ngrehem ta fali namazin kohën e vet. Shumë pak mundësi ka që të ngrehem ta fal sabahun kohën e vet. Prandaj të kemi kujdes. Pra, marrësh abdes, ta përmendesh Allahun subhane xhela xhelalu, ti lutesh Allahut azza wa xhel që të ndihmoj që të ngrehesh ta falësh sabahun dhe ti marrësh ato sebepe tjera, ta vesh një alarm, po mos e vete koka, largoje pak më larg që kur të bjerit të ngrehesh me lejen e Allahut subhane xhela xhelalu dhe momenti që ti çele syt. Nëse të ka dalë gjumi, sepse ka shumë njerëz që thotë, po i hapa syt, po pastaj më zuri gjumi prap. Jo, momenti që ti e çele syt, në atë moment përmend Allahun subhane xhelle xhelal. Në atë moment thuaj as-salatu khairu minan nawm, thush namazi është më i mirë se gjumi. Në atë moment kujtoje mirësitë, begatit që ke për të marrë në kur do falësh namazin e sabahut. Pra, nëse ne i bëjmë këto sebepe, nëse i marrim ne këto sebepe, valla, inshallah me lejen e Allahut azza wa xhel do të jemi të rregullt në faljen e namazit të sabahut, që mos na hiki ky shpërblim i Allahut azza wa xhel, mos na hiki kjo mirësi. Allahut azza wa xhel shpërblim me këtë dynja do kesh, shpërblim në ahiret. Mirësi me këtë dynja do kesh, mirësi në ahiret. Risk në këtë dynja do kesh dhe riskun më të madh inshallah do kesh në ahiret, mëshirën, xhenetin e Allahut subhane xhelle xhelalu. Allahu ta'ala alam. Subhanallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Zoti ju shpërblet.